Përshëndetje nga një vlog tjetër i ri. Sot është e premte, kam marrë olër nga kopshti, tani është në gjumë. Nuk e di pse po gjithë video të nisë kështu, por nisën. Këto janë ditët e mia tani që jam mami, çoj atë olër në kopësht, bëj për të ngrënë, bëj punët. Këto janë tani që dalim, megjithëse tani në dimër nuk është se dalim dhe shpesh. Por që po, erdha këtu se doja të merja të beja kafe nga ato Milka. Problemi është që nuk kam. Edhe Adrola po fle që të dalë të ble. Kështu që do e ble pastaj më vonë kur të vijë Endri nga puna. Sot e kemi lënë që do shkojmë te mami Endrit, nuk kam bërë asnjë gjë për trek, fare, zero. Adrola ngrit e kopshti, kështu që unë ngra çka kisha aty në shtëpi. Pas dite do ikim te mami Endrit, siç e thash. Por po më pjesha aq shumë tani sa çfarë t'ju them. Nuk di. Që më shkam, po nuk kam as kakao, që ta bëja si tip kakao. Kam vetëm kafe. Po nuk më pihet me kafe. Do bëj si do bëj ta pres, u pa puna. Tani, e nisa videon sot, sepse një është fundjavë. Ju do thoni që ti nuk je as në punë, as se ti intereson ka shumë fundjava. Nuk jam në punë, që të i bie të ngrihem shpejt. Po duhet të bëj gati Adrola për kopësht edhe i bie të çohem shpejt. Kështu që po, një është fundjavë. E premte, kemi të shtunë diellën përpara, pushim. E dyta është që ka dalë dielli, edhe nuk e di, po kjo koha kështu mua më jep një energji të papar. Kur është vrentur nuk funksionoj, kështu që po prandaj nisa sot. Edhe e treta është që po më vjen pakon nga temë. Thot aty që ka arritur në aeroport, që i bie që ta marrin ata doganës edhe më pas do vi këtu. Unë të vi të hënën ose të martën, edhe unë mezi pres kur bëhet fjala për pako, plus që mezi po presa të pjasëm që kanë treguar. Tjetër porosita dhe një pal atlete. Tani prisni se këtu dua të pjas pak. Tani ju do thoni çfarë atlete ka porositur kjo që është kaq e lumtur. Një pal atlete Adidas, por fake. Okej, fake. Por pyeta ChatGPT-n edhe më tha që janë një imitim shumë i mirë, edhe mua kaq më intereson, nuk është se i dua origjinale. Tani, jo se nuk i dua origjinale, po nuk më bën përshtypje edhe në qoftë se vesh një palë që nuk ka lidhje fare me origjinale. Në qoftë se keni parë, unë kam veshur edhe atlete nga Temu që në vend të shkronjës në kanë shkronjën më. Nuk më i ka interesuar ndonjëherë. Kur t'i marr doja u tregoj. Por doja të ndalesha pak, sepse më kanë bërë përshtypje disa njerëz që e kanë shumë problem të veshin diçka fake. Kur der dje, kam veshur jo fake, po nese. Por që po, unë i vesh edhe nuk e kam problem fare këtë pjesën, nuk më bën përshtypje, mos ju bëj përshtypje as ju. Nuk është thjesht çështje lekësh, sepse do presësh uljet edhe do i blesh. Do është nuk mund të blesh shpesh, por njërë në aq do blesh një pal origjinal, i fake. Edhe qa pastaj, qa ka këtu? Nuk ka asnjë gjë të keqe, mjafton që ju të dukeni bukur, të urinë mirë, të ndjeni ju mirë. Kjo është më e rëndësishme, të ndjeni mirë me ato që vishni. Kështu që po, mos i dëgjoni fare ato influencerët që na kanë tmerruar me këto origjinalet e tyre. Nice, kaq doja të thoja unë. Janë të embër. Oho! Shko mama si u bakjo. U kthyem, ishme edhe në market, mori Ola këto, shkam dhe këto kështu çokolata, morëm patatina, nga këto dipa, një e Hendri, unë mora këto, se dua që të provoj, morëm një kështu me bukë, këtë bërnese, që është e shtunë, një braderi, mora dhe Golden Eagle pastaj, 6 top Golden Eagle, mora dhe këtë që ta provoj si do jetë. Tani do ndrohem, do marr këtë, edhe do rim.
Kemi pak që kemi ardhur në shtëpi, shkuam te teatri Kukullave, në fund sot shkuam. Mund të them që na pëlqeu dhe nuk do jetë hera e fundit që do shkoj. Bileta kushton me 1000 lekë të vjetra personi, duhet paguar edhe prindit. Kështu që po, unë besoj se ja vlen. Fëmijët kënaqen, plus që marrin edhe një mësim nga ajo pjesa teatrale Kukullave që bëhet. Pastaj u kthem tek Rosma, do të hadrova një gjë, edhe më krapisha. I mora edhe që mushit këtë, e hapa ja provova. Okej, nuk është se i ka dhe aq shumë qef, po unë gjithsesi mundohem ke marr, po është lloji që nushi që nuk i ka shumë qef këto gjërat e vlera. Do më shumë këto gjërat e shtëpisë. Po, tani ëngër pak më ngjes shpejt e shpejt. Për drek nuk do bëj gjë, se siç u thash ishim brenda te mami Endri dhe na dha me vete. Kështu që e kam për sot, për drek. Pastaj për darkë kur vi Endri nuk e di çfarë do bëjmë. Nesër është e diel, nuk kemi ndonjë plan, po siç u them gjithmonë, ne të parë edhe ne të bërë. Dolëm mbrapsht ne po ikim te posta se më ka ardhur një pako. Nuk e di janë biletet apo pako nga Temu, s'jam e sigurt. Po ikim ta marrim. Dale do hiq mami këtë si plasa. Kaj zemë. Kështu? Shkua ne morë pakon se Endri do vonoj. Okej. Gjë e parë që nuk më pëlqen është që vinë në qese, do me thëmë, pa kuti. Provoj një mami. Pas kam dhe etiket. Ta fërin. Raporti mes të dyve që në këto momente duket sikur nuk është më i njëjti. Kemi ardhur në Vlorë, tani jemi te stacioni i fundit të Akullori. Hëngrëm drekëm, pica, dolëm një xhiro te Lungomare dhe tani do ikem në shtëpi. Mirëmëngjes. Çova olën te kopshti, tani do ndrohem dhe u futem punëve se nuk e di pa kam shtëpinë lëmsh. Është e nushi këtu që po bën zhurmë. Poshtë kuptohet që jam me pijamën përveç këtyre pantallonave që duhet i heq patjetër. Ika, dhe mos vonohem më shumë, se shkon ora direkt për ta marrë. Erdha të vishem tani, po shkon ora për të marrë olën, jo nuk ka marrë fare sot gjithë paraditen. Po mora me punët, vura dhe fasule, e kam rregulluar drekën sot. Po thoya që erdha të vishem, edhe nuk ju kam treguar që dje rregullova dollapin. Ja, si duket. Okej, këte poshtë është pak rëmuj, po doja t'ju tregoja këtë. E vendosa këtë të voglën, edhe nuk është se duket keq, okej, ka marrë disa gjëra në përgjithësi çanta, disa kapele dhe disa rroba që i përdor më shumë. Ju thashë do blija te Jumbo një më të madhe, po shkova dhe unë dollapin e kam të lartë, do me thotë më duhet diku tek 1.15. Ajo që pash te Jumbo ishte 1.20. Po, kështu i bie që në fund do ri pak e mbledhur. Pash tek Jumbo kur ishim në Tiranë, edhe aty nuk gjeta fare asnjë gjë. Do shikoj edhe një herë tek Jumbo prap këtu në Fier, mbas se kanë sjellë ndonjë më të vogël. Pastaj nëse s'kan sjellë do marr atë. Edhe për tani do me thënë do le këtë, e do edhe tek dollapi i Endrit, por kur të vi behari, kur të bëjnë ndrimin, do e vendos te dollapi. Gjithsesi do e marr se bëjnë shumë punë, edhe kjo që është e vogël më ka bërë punë, jo më ato të tjerat. I ka të vishem tani se do më shkoj vonë për olën, edhe u thava së ftoti.
sot nga Marta, është ora diku te 2:30. Adrola nuk e çova në kopër se ka fjetur shumë vonë brëm, diku nga ora 2. Normale nuk kisha si ta çoja me 4 orë gjumë, kështu që e mbajta sot në shtëpi, tani po bën make-up aty. Qenushi që shikon nga dritarja plumba dhe do që t'i kapi, me pak fjalë se cili në botën e tij këtu. Nëse ne jemi zgjuar, kemi ngrënë mëngjesin, për drek siç ju thash i bëra fasule dje, i lash edhe për sot. Dje nuk filmova më sepse më kapi një kështu si trishtim, sepse kur po merja dje Adrolën nga kopshti, kemi një klinik veterinare rrugës për te kopshti Adrolës, edhe përballë klinikës ishte një makinë, edhe brenda ishte një qenush. Ama ishte fiks, po fiks si Kiko. Nuk e di ç'a t'ju them, ç'a ngjashmërie fiks. Ndoshta mund të ishte pak më i vogël në moshë, por që ishte o zot. Kur e pash më duk si kur pash Kikon. Adrola që po thoshte u kthye Kiko, erdhi Kiko. Ma që më mbushën syt me lot, se normale më ka marrë malli. Edhe pastaj gjatë gjithë kohës isha kështu si me një trishtim, po sot ka dalë dielli prapë edhe pse po fryr një herë, edhe duket sikur do zej shi. Do me thënë, kjo era do sjell shi, por që nuk më intereson ç'a do ndodh më vonë edhe ç'a do ndodh nesër, rëndësika që tani ka diell. Dolëm, shkuam te Klodrat, lozi pak kolla, shkuam bërëm dhe pak pazar, e tani po ikim në shtëpi edhe pak edhe na nis Big Brother. Po ju tregoj pak a shumë gjëra që morëm, krip, molto, nga këto milkat që piun kafe, salcice, qep, molto, patatina, banane, i mora Adrolës një 2 palë të mbathura, prap krip, sod, moll, gjithashtu dhe bira. Shikoni që kam bërë sot. Ka dalë? Është musaka? Po nuk e bëj, do me thënë, aq tradicionale sa ç'është. E bëj me mish të grirë, me këto erza gjërat. I edhe dhe pak pana edhe bëhet speciale. Kam marrë pak tu, kam grënë, po shumë pak, tani po pres Endrin që të vi, edhe si futemi ta ham mirë. Me këtë rast ngroha dhe duar se është hapur. Do e fut pra këtu brenda që të rrihen ngrohtë. Erdha të beja kafe, po duke qenë se sa po më shkruajti Endri më tha që po vjen, nuk do e pi. Do ham buk njërë, pastaj do e pi. Se bleva dje. Edhe kush është i mua që nuk është se e pi shumë kafen, kjo është fantastike. Kjo me Milka. Mirëmëngjes. Po ikim prapë te teatri Kukullave ne. Pa plan. Nuk e kishim plan të javë, po donte Ola mbrëm edhe thash ok, po e çoj. U kthem në shtëpi, shkuam dhe te teatri. Ja dhe biletat, u kthem dhe te dyqani me 1600. I thënë që sa gjithë ka më ashtu, po nejse. Morëm këto lëpirëset që i kemi hapur të dyja gjëra që morëm rrugën. Morëm këto lëpirëset, morëm edhe këto donat, sigurisht që nuk do prisnim deri në shtëpi. Jashtë ishte koha fantastike. Po erdhëm në shtëpi, se duhet ta mëngjesin se ikëm direkt kështu sa u çon vajzhën. Kështu që po. Mbase dalëm më vonë kur të vi Endri. Shikojmë.
Ku ishim ne? Ishim në Lushnjë, shkuam tek një qendër tregtares dhe është hapur stinsej atje. Po do t'ju tregoj pastaj këto. I kthejmë edhe te marketi. Te vari, morëm me bukura. Mori Ola një kështu nga këto kësajat. Mora këto moltot me qershi, si godete. Patatina si sot është Big Brother. Kokoshka, nga këto që ju kam thënë janë shumë, po shumë të mira, ja super vlejnë. Shkuam për këtë. Donim të djathim, mozzarella me cheddar. Veç shumë e mirë pizza, shumë. Edhe këtu morëm një lloj sallami që nuk po më kujtoj tani ç'a lloj ishte. Hungarez, këto do i vendos to nëpër vende, do zebrun edhe pastaj do t'ju tregoj edhe këto. Nuk është se kemi marrë shumë gjëra, po okay. T'ju tregoj edhe këto shpejt e shpejt. Morja Drolla një mikrofon, këtu thot 3700, po ishte me më shumë ulje. Goxha i lezetshëm. Çorape për Endrin, çorape për Adrollën. 5 pal? Po, 5 pal, 3000 lek. 3 euro. Edhe Endri mori këto, edhe këto 5 pal, 2500. Pastaj unë mora këto. Ja, janë kështu. Janë 2, edhe këtu thonë që ishte 1900, po ishte me më shumë ulje. 2800 ka bërë mikrofoni edhe filxhan 1400. Të dy këta 1400. Do e hap njerë se nuk e kam parë në qoftë se mund t'jetë në njëri i thyer, po më pëlqyen shumë aty. Thash po i marr. Ja. Janë të hollë, po që okej, janë mirë. Shkoj edhe tjetri. Edhe kjo është mirë. I mora për të bërë atë milkan. Okej, më pëlqen edhe kjo. Ishte goxha oferta, goxha ulje. Shumë produkte, shumë ishin me ulje. Ndoshta ajo që sapo ishte hapur, nuk e di. Po që po, më pëlqen shumë. Edhe të gjitha këto bërën 10.100 lek. Po, 10.100. Tani, dua të iki të bëj një banjë. Sot kemi Big Brother, kështu që do lahem para. Do bëj banjë para se të filloj Big Brother. Kështu që po, videon po mendoj që ta mbyll këtu. Nuk e di në fakt sa e gjatë mund të ketë dalë tani bashkë me këto pjesët, por që do e editoj edhe do e shikoj. Ika. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer, ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe me bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Edhe bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Ju puth dhe u përqafoj të gjithëve. Shihemi në videon tjetër. Bye.